Erdhi momenti shumë pritur me Elena Domallarin, ashtu siç e thash në episodin e radhës, dash për lajmërimin sot do të marrim në telefon të gjithë ato që na kanë kontaktuar, do të tregojnë historinë e tyre dhe ne do ta shikojmë me letra tarot. Elena, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Atëre, nisi është një gocë. Po. Që nuk do ta themi se kush është? Jo, absolutisht do marrim. Do ruhet privatësia e çdo. Përshëndetje dashur. Përshëndetje Klea. Atëherë na keni kontaktuar për të treguar historinë dhe Elena ta shikoj atë. Po, patjetër. Atëherë mund të nisësh, Elena po të dëgjon. Okej. Unë dhe ajo njohëm përmes shoqërisë dhe pas pak kohë filluam një lidhje. Ishim bashkë rreth një vit dhe në fillim gjithçka dukej perfekte. Flisim çdo ditë, bënim plane për të ardhmen dhe unë i besoja plotësisht. Pas disa muajsh fillova të vija re se isha bërë ndryshe. Ndite shpesh pa më treguar, nuk më kthente mesazhet. Si më parë dhe e mbante telefonin gjithmonë larg meje. Sa herë pyesja më thoshte se po e teproja dhe se isha xheloze pa arsye. Një mbrëmje një vajzë më shkroi dhe më dërgoi foto e biseda që tregonin se ai kishte kohë që fliste me të dhe madje ishin takuar disa herë. Në atë moment u ndjeva e tradhtuar dhe e zgënjur. Kur përballa me të fillimisht e mohoj. Por kur pa provat e pranoj dhe kërkoj falje. Edhe pse e doja shumë, vendosa ta mbyllja lidhjen. Nuk doja të vazhdoja me dikë që kishte thyer besimin tim. Ndarja ishte e vështirë dhe për një kohë kishte të vështirë të pranoja, por me kalimin e kohës kuptova se ishte vendimi i duhur. Sot jam përshëndruar tek vetja, jo provoj të mësoj se besimi dhe respekti janë baza e çdo marrëdhënie dhe se nuk duhet të pranosh kurrë tradhtim sa të shumë ta duash dikë. Po, Elena, mund t'i flasësh? Po, përshëndetje. Atëherë doja të shikoj pak energjinë, po duhet më japësh shenjën e horoskopit për të parë energjinë tënde dhe Të lutem se nuk të dëgjoj mirë. Përshëndetje, dua të më japësh shenjën e horoskopit për të parë energjinë tënde dhe energjinë e personit në fjalë që keni qenë në lidhje. Patjetër, shenja ime është shigjetari dhe ai është akrepi. Okej, do bëjmë në fillim fare do bëjmë parashikimin tënd, shigjetarin për të parë energjinë tënde, pastaj për shenjën e akrepit. Patjetër. E dëgjon Elenën? Po. Okej, super. Atëre, ti si person ke qenë gjendje ankthi, gjendje stresi, energji negative, mendime të këqija, konflikte me veten tënde, po duhet të heqësh mendime të këqija. Ke pasur pengesa gjatë jetës tënde, por do i kalosh me sukses. Pakërësirë në lidhje me punën, me dashurinë, me fatin, gënjeshtra, mashtrime, fatin dhe prej me gëshër, të shkojnë gjëra diku dhe të priten mes. Do zbulosh gënjeshtra, mashtrimi, manipulimi, intriga dhe çdo gjë do dali sheshit. Shikon drejt horizontit të largët, nëse ke të bësh me çështje ligjore, studi ligjore, duhet të konsultohesh mirë me një avokat. Nëse ke do të plotësoj një dëshira tënde dhe dëshira tënde do të bëhet realitet. Për momentin mund të kesh pak gjëra të ngrira, po universi do të japë diçka pozitive. Je rrethuar rreth botës tënde, por duhet të dalësh nga bota tënde. Në momentin që do dalësh nga bota tënde, do kesh sukses, do kesh triumf, por mos merr opinionit e të tjerëve. Je shumë zemërtyer në lidhje me dashurinë, ke pasur një dashuri me shirin dhe me re të zeza. Shumë thashë themi ke pasur në ajër, diçka e re po të vjen. Agjencia udhëtimi do marrësh përgjigje për po, mund të jetë një takim i rastësishëm, do kesh edhe një ngritje ekonomike. Po shikoj dhe është ajo që i thonë gjuhë popullore, ju ka kapur një çik edhe syri keq. Bëjmë parashikimin për shenjën e shigjetarit. Okej. Ju në marrëdhënien tuaj keni pasur krisje. Po. Keni bërë shumë plane për fejes, për martesë, për plane dhe për udhëtime jashtë shtetit. Po. Gjatë rrugës, shikoj që ke pasur bllokime, e ke ndër vetëm pak të bllokuar si në punë, si në dashuri, si në fat, por duhet të çlirosh nga bllokimet që ke. Mos i bëj gjërat me sy mbyllur se nuk e kupton se çfarë po ndodh mbrapa vetes tënde. Ke armën e besimit, armën e zemrës, do ndihmosh nga gjysma ëndë dhe gjërat do sheshohen. Po ti si person nuk je sigurt, nuk je stabil tu ndoshta po ndoshta jo. Ke qark i lotuar për një person që ke humbur, për 3 kërkesa të janë refuzuar dhe 2 përgjigje do parashtrohen.
ke një karakter të fortë, një intuit të fortë, duhet t'ja përshkruaj vetes, duhet t'ja përshkruaj vetes. Do vi një kohë që personi në fjalë do të kërkojë të falur. Përsëri do kesh një ribashkim. Për momentin mund t'i kesh gjërat pezull, po do zgjidhe gjërat me kreativitet. Do kesh një komunikim të vazhdueshëm me universin dhe gjërat e tua do balancohen. Por shikoj, një kohë të largët ti përsëri mund të kesh një ribashkim ose mund të kesh edhe një lidhje tjetër të re. Po unë shikoj ribashkimin dhe do balancojnë gjërat e tua dhe në fund fare do e bashkojeni me një të falur. Kuptoj. Ky pra ishte parashikimi për ty e dashur. Shpresoj që Elena do t'i ketë gjetë 2-3 gjëra. Dhe kur të duash sërish mund na rikontaktosh përsëri. Faleminderit shumë, mirupafshim. Tani kemi një djalë. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, si jeni? Mirë, faleminderit. Atëherë siç na keni kontaktuar, jemi këtu me Elenën për të parë fatin tënd me letrat tarot. Okej, shumë faleminderit. Cila shenjë horoskopit je? Dhe për çfarë don të shikosh? Shkoj fatin përpara për jetën, se pesh si mos. Okej, ja të shikojmë. Virgjëresha Elena. Virgjëresha, të shikojmë me energjinë e djalit. Shere debate konflikte, duhet të shmangësh debateve konflikteve mos marrëveshjeve, ke një konkurrencë në qoftë se ke të bësh me çështje pronash. Një kontrat pune, një firmë, një dokument që do firmosësh, me një vendimari do marrësh një vendim. Dashuri pasionante, pak pengesa dhe xhelozi. Një person i tretë ka ndorinë në marrëdhënien tuaj dhe në momenti që të ka lënë të mërzitur, të ka sharë, të ka tallur, të ka bullizuar dhe duhet të kesh kujdes me persona të tretë të maskuar që të japin re të zeza ose energji negative. Mërkuri të ka dhënë rëndet psiqike, psikologjike, por duhet të manifestosh do e kapësh situatën në dorë. Do kesh manifestime. Je një person që punon dhe ke përfitime të vogla në lek. Gjërat i ke pasur të turbullta nga yjet, po përsëri do kesh qartësime, do ndryçojnë yjet për ty. Je shumë luftarak për veten tënde. Do ecësh përpara, ke të bësh me persona që e kanë mundësinë për të ndihmuar. Një lajm do e marrësh të mirë, një lajm do marrësh të idhur. Do gjykohesh për marrëdhënien që ke dhe ke një pozicion të mirë. Nëse ke do një seancë gjyqësore, diçka tjetër, do falësh. Do kesh një ribajtim, një djalë një vajzë bën një propozim, mund të kesh edhe një përpunë, një ortak për punë, diçka tjetër, do kesh ribajtim. Je i mërzitur për disa kërkesa, po dy përgjigje do parashtrojnë dhe ecësh përpara. Të pëlqen shkrimtaria, piktura, arti, profesioni, punës tënde dhe do kesh një bashkëpunim. Pavarësisht situatave që ke kaluar një situatë të vështirë, është një ndryshim, do të thonë do vdesi një epokë e re dhe do vdesi një epokë e vjetër, do rilindi një epokë e re. Do kesh situatat, pengesat, perifetira, më fal se edhe syri keq ngatrohemi dhe gjatë emisionet në me Klen, situatat e vështira dhe për ty do jetë fundi një cikli të vjetër, do vdesi një cikël i vjetër dhe do rilindi një cikël i ri. Do të thonë ti çdo gjë do e fillosh nga zero dhe do kesh një energji pozitive. Është një transformim i jetës tënde dhe do kesh goxha ndryshime në jetën tënde. Do ndryshojnë gjërat, si në punë, si në dashuri, si në familje. Po për ty personalisht do jetë një ndryshim radikal i jetës tënde. Atëherë nëse keni ndonjë pyetje tjetër? Kaq mjafton. Faleminderit. Falenderoj. Ishe saktë, mirupafshim. Faleminderit. Ndërkohë, ne përveç telefonatave që e kanë shumë problem të marrin telefon, se mendojnë se e njihen nga zëri apo ku diun çfarë, kemi marrë dhe mesazhe. Po. Ço do t'i lexojmë dhe mesazhet? Okej, nëse ke mesazhe për shenjën e na duhet vetëm shenja e horoskopit për të bërë parashikimin të tyre. Përshëndetje. Ju kam shkruar sepse kam një pyetje që më mundon prej kohësh. Kam një person që ka pasur shumë rëndësi për mua dhe edhe pse koha ka kaluar, vazhdoj ta kem në mendje. Do të doja të dija nëse rrugët tona do të kryqëzohen përsëri, nëse shihen një mundësi për rikthim apo një bisedë mes nesh. Gjithashtu dua të di nëse ai ka ende ndjenja ose mendon për mua. Nëse nuk shihni një rikthim me këtë person, atëherë shihni që në jetën time sentimentale po vjen një njohje e re dhe një lidhje e qëndrueshme që mund të më bëjë të lumtur. Thot, unë jam vajzë dhe shenja ime është Luani, ndërsa ish partnerit është Akrepi. Okej, do shohim shenjën e Luanit, energjinë e Luanit, pastaj do shohim shenjën e Akrepit. Okej.
Nuk e di sa lidhje ka pasur, vajza mund të ketë pasur një lidhje një